Sot, jeta e çdo shqiptari është në duart e krimit. Dhe kjo, për faktin e vetëm, se qeveria është e lidhur kë me kokë me krimin. Rënja e tij në krye të detyrës ka dhe një problem tjetër madhor, i cili duhet hetohet. A ishte njësia e tij ajo që duhet dërgohej për arrestimin apo neutralizimin e një banditi të armatosur? A ishte njësia e Mekollit e pajisur me të gjitha mjetet për mbrojtje nga armët e zjarrit? Është shumë e vështirë të besohen komunikatat e kreut të policisë, i cili me to kërkon me çdo kusht, në vend të dorëheqjes së menjëhershme, kërkon të mbroj karrigën e tij. Janë të gjitha këto pyetje të cilat Komisioni i Sigurisë në Parlament duhet të shqyrtoj, i bëj thirrje dhe prokurorisë të hetoj, të kontrollohen mirë të gjitha komunikimet që vrasi ka patur, për të parë nëse kemi një dekonspirim të operacionit apo jo.